Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. Projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Efesianëve 4:29. Asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtimin, sipas nevojës, që t'u jap hir atyre që dëgjojnë. Efesianëve 4:32. Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Efesianëve 5:1. Bëhuni pra imitues të Perëndisë si bij shumë të dashur. Efesianëve 5:2. Edhe ecni në dashuri, sikurse edhe Krishti na deshi dhe e dha veten e tij për ne, si ofertë e flijim Perëndisë, si një parfumer mirë. Efesianëve 5:4. As pandërshmëri, as të folur pa mend dhe të përqeshur, të cilat nuk kanë hije, por më tepër të ketë falënderime. Efesianëve 5:6. Askush të mos ju gënjej me fjalë të kota, sepse, për shkak të këtyre gjërave, vjen zemërimi i Perëndisë mbi bijtë e mosbindjes. Efesianëve 5:8. Sepse dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotin, ecni, pra, si bijtë të dritës. Efesianëve 5:10. Duke provuar çfarë është e pranueshme për Perëndin. Efesianëve 5:11. Dhe mos merrni pjesë në punët e pafrytshme të errësirës, por më tepër t'i qortoni. Efesianëve 5:15. Kujdesuni, pra, që të ecni me kujdes dhe jo si të marrët, por si të mençurit. Efesianëve 5:16. Duke e shfrytësuar kohën, sepse ditët janë të mbrapshta. Efesianëve 5:17. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia. Efesianëve 5:18. Dhe mos u dehni me verë në të cilën ka shthurje, por mbushuni me frymë. Efesianëve 5:19.
duke i folur njëri tjetrit me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar dhe duke lavdëruar Zotin me zemrën tuaj. Efesianëve 5:20. Duke e falënderuar vazhdimisht për çdo gjë Perëndin dhe Atin, në emër të Zotit ton Jezu Krisht. Efesianëve 5:21. Nënshtrohuni njëri tjetrit në druajtjen e Krishtit. Efesianëve 5:22. Ju, gratë, nënshtrohuni burrave tuaj përsi Zotit. Efesianëve 5:24. Ashtu si kisha i është nënshtruar Krishtit, kështu gratë duhet t'i nënshtrohen burrave të tyre në çdo gjë. Efesianëve 5:25. Ju, burra, t'i doni gratë tuaja, sikurse edhe Krishti ka dashur kishën dhe e ka dhënë veten e vet për të. Efesianëve 5:28. Kështu burrat duhet t'i duan gratë e veta por si trupat e tyre, kush do gruan e vet do vetveten. Efesianëve 5:33. Por secili nga ju kështu ta doj gruan e vet sikurse e do veten e vet, dhe po kështu gruaja ta respektoj burrin. Efesianëve 6:1. Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. Efesianëve 6:2. Ndero baban tënd dhe nënën tënde, ky është urdhërimi i parë me premtim. Efesianëve 6:4. Dhe ju, etër, mos provokoni për zemërim fëmijët tuaj, por i edukoni në disiplinë dhe në këshill të Zotit. Efesianëve 6:5. Ju, shërbëtor, bindjuni zotërinjve tuaj sipas mishit me druajtje dhe dridhje, në thjeshtësinë e zemrës suaj, por si Krishtit. Efesianëve 6:6. Duke mos shërbyer për sy e faqe, si ata që duan t'u pëlqejnë njerëzve, por si shërbëtor të Krishtit, duke bërë vullnetin e Perëndisë me zemër. Efesianëve 6:7. Duke shërbyer me dashuri si për Krishtin dhe jo si për njerëzit. Efesianëve 6:11. Vishni gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djallit. Efesianëve 6:13. Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të rezistoni në ditën e mbrapsht dhe të mbeteni më këmbë pasi t'i keni kryer çdo gjë. Efesianëve 6:14. Qëndroni, pra, të fortë, duke patur në i brezin e së vërtetës, të veshur me parsmoren e drejtësisë. Efesianëve 6:15. Dhe duke mbathur këmbët me gatishmërinë e ungjillit të paqes. Efesianëve 6:16. Mbi të gjitha, duke marrë mbrojtjen e besimit, me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarrta të ligut. Efesianëve 6:17.
Merrni edhe për krenaren e shpëtimit dhe shpatën e frymës, që është fjala e Perëndisë. Efesja 9:6-18. Duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutjeje dhe përgjërimi në frymën, duke ndenjur zgjuar për këtë qëllim me çdo ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtorët. Efesja 9:6-19. Dhe edhe për mua, që kur të hap gojën time, të më jepet të flas lirësisht për ta bërë të njohur misterin e Ungjillit. Filipja 9:2. Atëherë bëni të plot gëzimin tim, duke pasur të njëjtin mendim, të njëjtën dashuri, një unanimitet dhe një mendje të vetme. Filipja 9:2-3. Mos bëni asgjë për rivalitet as për mendje madhësi, por me përulësi, secili ta çmojë tjetrin më shumë se vetveten. Filipja 9:2-4. Mos mendoj secili për interesin e vet, por edhe atë të tjerëve. Filipja 9:2-5. Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin. Filipja 9:2-12. Prandaj të dashurit e mi, ashtu si kur keni qenë gjithnjë të bindur, jo vetëm kur isha i pranishëm, por edhe më shumë tani që jam larg, punoni për shpëtimin tuaj me frikë e me dridhje. Filipja 9:2-14. Bëni çdo gjë pa u ankuar dhe pa kundërshtime. Filipja 9:2-18. Po ashtu edhe ju gëzohuni dhe ngazëllohuni me mua. Filipja 9:3-1. Së fundi, o vëllezërit e mi, gëzohuni në Zotin. Për mua nuk është e rëndë t'ju shkruaj të njëjtat gjëra, po për ju është siguri. Filipja 9:3-2. Ruhuni nga qenë, ruhuni nga punëtorët e këqij, ruhuni nga të prerët. Filipja 9:3-17. Bëhuni imituesit e mi, vëllezër, dhe vëreni ata që ecin kështu, sipas shembullin që keni në ne. Filipja 9:4-1. Prandaj, o vëllezër të dashur dhe fort të dëshiruar, gëzimi dhe kurora ime, qëndroni kështu në Zotin, o shumë të dashur. Filipja 9:4-2. Bëj thirrje e Vodis, bëj thirrje gjithashtu Sintikës, të jenë të një mendje në Zotin. Filipja 9:4-3. Të lutem edhe ty, shok i vërtet, ndihmoj ato që kanë luftuar me mua në Ungjill, edhe me Klementin dhe me bashkëpunëtorët e mi të tjerë, emrat e të cilëve janë në librin e jetës. Filipja 9:4-4. Gëzohuni gjithnjë në Zotin, po ju a them përsëri, gëzohuni. Filipja 9:4-5. Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit, Zoti është afër.